Christian Aslani ka shënuar me penallti në dy ndeshjet e fundit të Interit ndaj Veronës dhe Torinos në Serie A, duke ndihmuar Zikaltrit të shndrojnë në garën për titullin kampion në Itali. Por mbi të gjitha Simone Inzaghi ka zgjedhur një problem jo të vogël në radhët e skuadrës së tij me fal mesfushërit kuqezi. Sipas Gazzetta dello Sport, Aslani ka treguar se është i pagabueshëm nga pika e bardhë pasi statistikat e tij nga futbolli të rinj për ta i profesionist tregojnë për 10 penallti të gjuetura dhe asnjë të gabuar. Një skuadër të madhe si Interi është e vështirë të gjesh hapësirë për të gjuetur penalltit me Çalhanoğlu'n i cili është zakonisht ai që i gjuan ato të Zikaltrit. Por në mungesë të turkut vendi është besuar pikërisht Aslanit, duke parë edhe gabimet që kanë ardhur nga lojtarë të ndryshëm të Zikaltërve si Lautaro Martinez, Marcus Thuram dhe Marko Arnautovic. Pikërisht ky fundit insistoi që dëgjuan të Aslanin në ndeshjen ndaj Veronës dhe duke parë se sa me lehtësi realizoi ai, gjithçka u përsërit me sukses edhe për ndeshjen ndaj Torinos, një të lash më pak për Inzaghi në këtë pikë të sezonit, ku çdo gabim është shumë i kushtueshëm.